Rusia mund të nisë një agresion kundër një vendi tjetër evropian dhe këtë mund ta bëjë edhe para se të mbarojë lufta e saj kundër Ukrainës. Ky është paralajmërimi i radhës që vjen nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Putini mund ta bëjë këtë. Duhet të harrojmë pretendimin se ai së pari dëshiron të pushtojë Ukrainën dhe pastaj mund të shkojë diku tjetër. Ai mundet t'i bëjë të dyja në të njëjtën kohë, citohet të këtë thënë Zelensky. Ai vuri në dukje se Kremlini po zhvillon një luftë hibride kundër Evropës dhe po teston vijat e kuqe të NATO-s. Zelensky ka përmendur edhe rritjen e aktivitetit keqdashës në të gjithë Evropën, në veçanti ndërhyrjen e dronëve mbi Poloni dhe më vonë shfaqjen e dronëve mbi aeroportet në Kopenhagen, Munich dhe Bruksel. Ai e përshkroi Rusinë si një shtet të madh dhe agresiv që ka nevojë për një armik të jashtëm për të ruajtur unitetin e brendshëm. Dhe sipas tij, Putini i konsideron Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimin si kundërshtarët e tij. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.